Në Afganistan, 7 persona janë arrestuar në aeroportin e Kabulit dhe janë akuzuar për kontraband me drogë. Komandanti i policisë kufitare ka thënë se të arrestuarit kanë bërë përpjekje të kontrabandojnë më shumë se 900 kg narkotik në një aeroplan drejt Indisë. Zyrtarët kanë thënë se 44 persona, përfshirë 2 fëmijë, janë arrestuar në vitin 2014 gjatë përpjekjeve për të kontrabanduar drogë. Në Pakistan, shoferët e taksive në Peshawar kanë bllokuar rrugët për të protestuar kundër një ligji që ndalon karrocat e vjetra në qytet. Disa nga shoferët kanë thënë se kjo masë është jo humane, pasi i largon nga biznesi shoferët e varfër. Zyrtarët e provincës thonë se ndalimi i makinave të vjetra është i nevojshëm për të reduktuar ndotjen e ajrit. Në Tbilisi të Gjeorgjisë, qeveria e qytetit ka shënuar ditën botërore të kancerit, duke njoftuar për lancimin e një programi për transplantimin e palcës së kockave. Rreth 20 njerëzve nën moshën 30 vjeçare që vuajnë nga leukemia dhe kancere të tjera, do t'ju paguhet ky operacion i shtrenjtë nga shteti. Pacienti i parë do të nisë trajtimin javën e ardhshme. Në Kirgizi, qeveria ka nisur një fushat për ndërgjegjësim ndaj kancerit, e cila do të zgjasë gjatë gjithë muajit shkurt. Zyrtarët kanë thënë se janë të shqetësuar për numrin në rritje të rasteve me kancer. Statistikat tregojnë se mbi 25.000 njerëz në Kirgizi kanë kancer. Mbi 5.000 prej tyre janë diagnostikuar vitin e kaluar. Ishin këto video lajmet e radios Evropa e Lirë.